Sot jeni 38-39% e popullatës. Ju ipni 19% të prodhimit përgjithshëm kombëtar. Ju mirni si shpërblim për këte 0,2%. 0,2% prodhimit përgjithshëm kombëtar. Nuk ka vend tjetër si kjo, si Shqipëria. Nuk ka asnjë vend tjetër. Nuk di. Merë Kosovën. Të marrim Kosovë. Sot, këto ditë u mburën. O, thanë, e bën 52 milion. Leqi gjysmë e një marrin rroga ata, edhe su vinë fare të kju. 52 milion. Shifni pak kësaj ka Kosova. 200 milion. Kosova i ka 200 milion. Kosova ka 11.000 kilometra katror. Kosova ka pra 4 fishi e subvencionimit për fermer që ka Shqipëria. Po, sigurisht, Macedonia ka 4 fishi. Malizi 400.000 banor. U jep fermerëve këtë vit rreth 75 milion. Dhe këto nuk përfshin subvencionimin e naftës. Jo, këto janë mbështetje, grante për shembull, për hektar, për një hektar grua për mbjelljen merr 250 euro, merr për plerat 100 euro, merr për dhe nafta në fund merr 50 euro për nafte. Pra merr mbi 400 euro për hektar, merr mbi 6.000 euro për serat, merr 600 euro për pentoren. Merr për litrën e qumshtit, merr për kilogramin e peshkut, që mbarështron në ferma, peshku. Kurse ky vjen dhe thot, çfarë ti thuash? E ka lënë Europa atë tani. Europa nuk je pa për naftën. Dhe bjerat faturën të marrësh 10%. Një tallje. Mirë po, çfarë sjell kjo? Kjo sjell toka djerë. Kjo sjell largim masiv nga Shqipëria. Kjo sjell importe. Shqiptarët ushqejnë me zarzavatet që vinë nga fqinjët. Kjo sjell çmime stratosferike. 5.000 lek, 4.000 lek domate janë treg. 500 lek e marrin import. 10 fishe shesin këtu. Pra, jemi në kushtet kur kjo qeveri sillet si një pushtues i keq ndaj qytetarëve. Sillet ose aplikon, përdor politika të largimit të tyre nga të falimentimit të fermave të tyre, të largimit të tyre nga Shqipëria. Toka në Shqipëri është një pasuri jashtëzakonisht e çmuar. Është e cilësisë shumë të lartë. Është tokë me diell dhe ujë sa askund tjetër. Dhe ju jeni taft, nuk ka fermer ma taft se ju. Por të lënë në mshirë, të lënë pa kur farë mbështetje, është qëndrim armiqësor ndaj jush. Është qëndrim
as pushtuesi nuk do sillej dot ndryshe përveç se kështu. 52 milion ka caktuar gjithsej. Po sa janë 52 milion? Është 0,2% e asaj që jep prodhimi bujqësor. Përsëri bujqësia është sektori më punësues. Hapi kufit në Ballkanin e hapur. Çfarë është Ballkani i hapur? Është mini Jugosllavia në rrafshin ekonomik, në cilin sigurisht Serbia me prodhimet e saj dominon, sepse ka subvencione 8 herë më të mëdha se Shqipëria, dhe subvencionet atje janë 10 vjeçare. Kanë sistemet e vaditjes edhe sot në Kosovë, kanë sistemet e vaditjes ndër më modernet. Po, të ndërtuara përpara, ç'është e vërteta. Kanë organizimin e përpunimit e tjerë. Ndaj dhe taksa, asimetrie plot në TVSH-n, e cila u godet ju dhe mbështet importet. Dhe e gjitha alternativa mashtrim. Jo, në Europë nuk subvencionojnë më naftën, jo, do marrësh TVSH-n, sill faturën e TVSH-s për të marrë jo, nafta nuk hipet. Nafta hipet për sipërfaqet punor. Kudo? E merr në pomp faturën dhe shkoj merr restin, si është rregull, si është ligji. Vjen miliarderi, jo një, me dhjetra, jahtet në Durrës dhe në Sarandë, e ftojnë atë për një drek apo për një darkë aty, dhe marrin sa marrin, 500.000 gjerë 1 milion litra naftë me 600 lekë. Dhe i thoshte, ata thoshte, po atyre thot postë se përfiton ekonomia. Çfarë përfiton ekonomia? Çfarë përfitimi ka ekonomia? Ekonomia humbet aty. Çfarë fitimi ka pse ardh ka ai dhe të shtoj ka një darkë apo një drek ty? Para thuj pa, ku janë investimet? Çfarë investimesh kanë ardhur gjatë këtyre 14 viteve? Absolutisht asnjë investim serioz. Ja u them unë. Asnjë. Kanë ikë kompani ndër më të mëdha. Këtu ka qenë Shelli. Investoi 1 miliard, por Shelli ka ardhur në vitin 2009. Tapi mbaroi 800 milion. Po ishte i kontraktuar para se të vinte ky në pushtet. Devolli, para se të vinte në pushtet, thot një kompani që ka ardhur. Asnjë. Kompani të mëdha kam fjalën sigurisht. Sepse a e ndëgjuat dje, doja tha ajo vajza që kishte ardhur nga, doja tha të sillja një investitor të madh, apo kur mora vesh që e kish marrë pengat e në aksh, i thash ne se s'kemi punë këtu ne. Se punë. Pra, situatë shumë e vështirë. Situatë që kërkon përgjigje. Ju garantoj se ne kemi një program. Dhe kemi një program në të cilin ju do jeni përparësi. Por shkurtimisht, 2 gjëra do u kujtoj. Në ato vite qeverisjes, 3 miliard euro, ne kemi investuar në Shqipëri rurale. Po, Shqipëria rurale
në vitin 2005, për sa i përket rrjetit rrugor, 95% ishin rrugë të trashëguara në shekuj, dikur qerrësh dhe më vonë të shtrura në rrugë balte makinash. Shkojnë aty. Ne bëjmë gjithçka, do bëjmë gjithçka në një parim që në çdo fshat infrastruktura tjetë ajo e lagjës qytetit. Siç ka lagja qytetin e qytetit rrugicat, ujësjelsin, kanalizimet, shkollën, qendrën shtetësore, do ta ketë dhe fermeri, do ta ketë fshati. Dhe ne punojmë shumë seriozisht, nuk e përfundojmë dot projektin, po ai projekt është i domosdoshëm. Së dyti,